Falënderimi I plotit takon vetëm Zotit të Madh I cili është meritor të falënderohet. E falenderojmë që jemi falënderues për gjitha të mirat, e ndër më të mirat është begatia e madhe e mendjes tonë dhe e shpirtit tonë, mendje me të cilën dallojmë të mirën nga e keqja, dhe shpirt e cila Allahu na begatoi me pastërtinë e saj që të jetojmë të pastër, me mendjen tonë, me fjalën tonë, me veprën tonë dhe me jetën tonë deri në takim me Zotin e Madh. Salatet edhe selamet qofshin për ftyrën e ndriçuar për Muhammed Mustafa, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin yrnekin e pejgamberit alayhis salam, yrneki pa shoq që është në shërbimin e njeriut në gjitha sferat e jetës. Këto selame qofshin për ata burra dhe për ata që jetojnë me krenari në zbatimin e jetës praktike të pejgamberit alayhis salam deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, në këtë ditë xumaje, në këtë ditë begat, në këtë ditë madhështore, shfrytëzojmë rastin që të furnizohemi me urdhërat e Zotit të Madh, që këtë jetë ta menaxhojmë dhe të jetojmë nën begatit e Zotit syqel, duke qenë falënderues dhe duke qenë ata njerëz që do të mundohemi që jetën e kësaj dunjaje të shkurt sa më mirë dhe sa më lehtë ta kalojmë deri në frymën e fundit. Nuk ka dyshim se çdo njeri para nesh ka ardhur dhe është takuar me valët e problemeve të natyrës së ndryshme në jetën e kësaj dunjaje. Dhe në këto valë ai ka jetu deri në frymën e fundit dhe këtë dunja dhe këtë jetë e kalon në valët e problemeve të ndryshme. Me një fjalë, çdo njeri që ka ardhur dhe çdo njeri që do të vjen në probleme, sikurse na kemi ardhur në jetën e kësaj dunjaje në valët e problemeve të ndryshme dhe kemi jetuar me problemet e ndryshme dhe jemi në kohën e sodit me problemet e ndryshme dhe kështu do të kalojmë dunjan me problemet të ndryshme, ndonjëherë më shumë e ndonjëherë më pak. Por kështu do të vazhdon ligji I Zotit deri në ditën e fundit, deri në ditën e kataklizmës. Dhe këtë ligj nuk mundet me ndryshu askush. A dini pse? Për arsye se Zoti I Madh ligjet e këtij universi, mbajtjen e tokës nuk e kalon dorën tonë, se po të kishte qenë dorën tonë, moti na e kishmi shkatru dhe na kishte shtu toka. Po ashtu edhe këtë qiell në të cilën na jetojmë nuk e kalon dorën tonë. E as lindjen e diellit, e as ditën, e as natën, e as ajrin, shumë ligje të këtij universi që janë shërbimin tonë nuk I kalon dorën tonë. Mirë po e kalon dorën tonë menaxhimin e jetës tonë. Dhe ka thonë bujrum, unë kretë ua kam servu jetën që t'jetoni mirë. Ua kam servu jetën me kretë kushtet që duhet mi pas një njeri me jetu mirë, I shëndosh, I dobishëm për vetveten dhe për mbar njerëzimin deri në ditën e Kiametit. Mirë po ndodhi e kundërta, sepse Allahu tha në Kur'an: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalife." E kam kriju një krijesë që do të jetë halife, që do të jetë zavend si jemi, që do të jetë ai I cili e kam lënë të lirë për t'i zgjedhë ligjet e Zotit, me jetu me ligjet e Zotit, ose do t'i braktiz ligjet e Zotit, por do të ndodh kataklizma e madhe dhe kiameti I madh. Shpeshherë na vesmi kur është kiameti. O vëllezër të nderuar, kiameti do të ndodh, është një proces I shkurt. Ashtu edhe çish na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të paraqiten 10 shenjat e fundit të ditës kiametit që janë të fundit, thot pejgamberi alayhis salam, sikurse atë rruzën e parë e kput e nxjerr nga hallka, tjerat shkojnë shpejt. Dhe kështu do të ndodhë dita e kiametit. Mirë po kiameti I madh është nga dita që ka fillu njerëzimi në tokë të Zotit, e për çdo ditë e ban kiamet. E na habitimi se kur do të ndodhë ditja e kiametit. Më kiamet se sot nuk ka, vëllezër të nderuar. Më kiamet se sot nuk ka. Më tragjedi se sot nuk ka, më kataklizm se sot nuk ka. A dini pse? Për arsye se Zoti I Madh e kalon vullnetin e lirë të njeriut
që jetën ta menaxhon ose me ligjet e Zotit që do të jetë i dobishëm edhe për vetveten edhe për tjerët, ose do t'i braktis ligjet e Zotit, por do të zbatohet një rregull i pashmangshëm. Ajo është se njeriu do të jeton për çdo ditë në kiamet dhe për çdo ditë do të jeton në tragjedi, se kështu është betu Zoti i Madh. Wal asr, pasha kohën, innal insana lafi khusr. Krejt njerëzimi, njeriu i cili e braktis ligjin e Zotit, njeriu i cili i shfrytëzon të mirat e Zotit, mirë po në të njëjtën kohë i braktis dhe u akthen shpinën ligjeve të Zotit, ai do të jetë i humbur, ai do ta përjeton për çdo ditë kiametin, ai do ta përjeton për çdo ditë të keqen, dhe të keqen të cilën e përjeton është më keq se sa me përjetu ditën e kiametit. Andaj vëllezër të nderuar, në këto ditë e fundit, këto ditë që po i përjetojmë, me këto kriza që po ndikojnë jetën tonë, këto kriza globale, luftë për çdo ditë, luftë e re. Zotën, nëse flas unë për jetën teme, e dikush që është më i vjetër se unë, veç nëse ndalemi edhe pak mendojmë, kemi lind luftë, kemi jetuna për lufta, edhe Zotën jemi të e përfundur jetën na për lufta. Për çfarë zhvillimi jemi të folë, o vëllezër të nderuar? Për çfarë civilizimi jemi të folë dhe ashtu folë njerëzimi? Kjo teknologji dhe kjo e mirë dhe kjo e di, kjo dije që ka hip në qiell, çka është tu na shfrytzu, çka është tu na bë dobi, dhe çka është në shfrytëzimin e të mirave tona për njerëzimin në jetën e kësaj dhunjaje. Realisht, krejt të mirat për çdo ditë që po i zbulojmë e që nuk i kemi pas më herët, faktikisht jemi të i shfrytzu në të keqen tonë për arsye të vetme, ajo është se e kemi braktis ligjin e Zotit. Xhamat, nëse kemi imër edhe pas kësaj krizës, do të përjetojmë edhe kriza tjera. Po edhe nëse jetojmë 1000 vjet, ka thonë pejgamberi alayhis salam, çdo ditë që vjen është më e vështirë. Çdo ditë që vjen është më e keqe. Jo më e keqe në atë kontekstin edhe kuptimin negativ se na duhet me elan dunjan, edhe duhet më dorëzu. Jo vëllezër, jo në këtë kontekst, se besimtari nuk duhet me mendu kështu, por besimtari duhet me ditë, me notu në këto kriza, nëse pajtohemi dhe jemi të bindur se ajo që neve do të na shpëtoj, dhe e vetmja që do të na shpëtoj në dunja dhe në ahiret, është ligji i Zotit, nuk ka ligj tjetër, nuk ka rival, nuk ka alternativ tjetër, dhe në këtë njerëzimi do të bindet se do të realizohet hadithi pejgamberit alayhis salam, premtimi pejgamberit alayhis salam se nuk do të ndodhë dita e kiametit derisa njerëzimi do të bindet se nuk ka rrugdalje tjetër përveç se të drejtohen në drejtimin vertikal të Zotit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është mësim për neve. Dhe kjo është një mesazh shumë dimensional për çdo situatë dhe për çdo krizë që e përjetojmë jetën e kësaj dhunjaje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush prej juve para 1400 vjetëve ka fol, mirë po ka fol pejgamberi alayhis salam edhe me temsile, ka fol pejgamberi alayhis salam me alegori që njerëzit e mençur me i kuptu mesazhet e pejgamberit alayhis salam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që jeton prej juve, nëse e mbrin një ditë shumë të rëndësishme, ajo është dita kur do të lind dielli nga perëndimi. Nëse dikush thot e përjeton këtë, dhe në dorën e tij është një fidan, një pip, thot mos të habitet me lindjen e diellit nga perëndimi e ta haron pipin dorë se çka të ban me ta. Por le ta këshir punën e vet. Ajo është punë tjetër. Lindja e diellit nga perëndimi është punë tjetër, nuk është puna jote. Ti nuk ban muhabit, ti nuk ban me uçorodit, ti nuk ban me uçorientu, me marr orientim të gabum, por ti duhesh mu marr me vetveten. Duhesh me marr këtë pip dhe këtë fidan që e ki në dorë edhe me mbjell me bën punën tane. Xhamati i nderuar. Atë çka e thash më herët. Neve për çdo ditë po na lind dielli nga perëndimi. Me faktin që për çdo ditë zgjohemi nga xhumi dhe presmi se kush e ka luftu, sa njerëz kanë vdek, sa njerëz nga uria kanë shku nga jeta e kësaj dhunjaje, kush kujt i ka bën zullum, për çdo ditë po ndëgjojmë keq, kjo është kiamet për neve.
Kjo është lindje e dillit nga Perëndimi. Por na besimtarët, na muslimanët që jetojmë jetën e kësaj dunjaje për botën e përteme, na nuk duhet të habitemi, na nuk duhet të marrmi orientim të gabum, edhe të harrojmë fidanin që e kemi në dorën tonë. Fidanin që e kemi në dorën tonë është fidani i lidhjes ngushtë mes neve dhe Zotit të Madh. Është fidani i mendimit të mirë mes neve edhe Zotit të Madh. Sepse tash, në këtë kohë krizash, në këtë kohë të problemit, shpeshherë besimtari vjen deri në atë deregje që ndoshta mund të dyshoj edhe në Zotin e Madh. A thu vallë, pse Zoti s'po ju ndihmon të mirëve? Pse Zoti s'po na nxjerr nga kjo krizë, edhe nga ky problem që po na po e përjetojmë? Na nuk duhet me rënë në këtë grack dhe nuk duhet me rënë në këtë situatë, por lidhja jonë mes neve dhe Zotit duhet të jetë edhe më e fortë. Duhet me mbjell fidanin e lidhjes mes neve dhe Zotit. Duhet me mbjell fidanin e mendimit mirë mes neve edhe Zotit. Se të mirat e mëdhaja vinë nga katastrofat e mëdhaja. Të mirat e mëdhaja vinë nga tragjedit e mëdhaja. Dhe këto tragedi që po i përjetojmë, o vëllezër të nderuar, nuk është fundi i botës, por kjo është një shenjë se nuk ka mundësi me ndodh kjo pa caktimin e Zotit. Vallahi edhe bilaj, kjo gjendje dhe kjo situatë dhe kjo krizë ka pas mundësi me ndodh ndoshta 10 vjet përpara. Mirë po nuk ka qenë urtësia e Zotit me ndodh 10 vjet përpara. Urtësia e Zotit është dhe kjo duhet të jetë bindja jonë se kjo katastrofë e ka një urtësi të madhe. E urtësia e madhe është që të pafajshin me shpërbli dhe me i dhanë mundësinë të përjetoj ditë më të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurse zullumçarëve t'u jep mundësinë që Allahu t'i ndëshkoj edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe kjo do të ndodhë, vëllezër të nderuar. Dhe kjo duhet të jetë bindje se është pjesë e besimit tonë, është pjesë e namazit tonë. Dhe kjo do të ndodhë patjetërsisht, se kështu ka ndodhur në të kaluamën dhe kështu ka më ndodhur tash. Fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Ndoshta neve na duket tragjedi, por realisht pas krejt kësaj tragjedie, pas krejt kësaj kataklizme, fshehet një urtësi e Zotit të Madh se Allahu është duke përgatitur mejdanin për ditët e nesërme që njerëzimit të binden sa patjetër duhet t'i kthehen Zotit të Madh. Kjo është fidani i parë. Fidani i dytë është se në këto kriza dhe në këto telashe, në këto ditë që po e përshomi se çdo ditë po lind dielli nga Perëndimi për shkak problemeve që po i përjetojmë, është që ta mbjellmi imitin tonë, mos ta shkputmi imitin tonë, mos ta shkputmi optimizmin tonë, se optimizmi është fuqia më e madhe e shpirtit tonë. Na nuk duhet të dorëzohemi asnjëherë ndaj asnjë krimi, ndaj asnjë problemi, se njeriu është më i fortë se problemi. Njeriu është më i fortë se çdo krize që e përjeton njeriu. Kështu neve na kurdis dhe kështu neve na brumos Islami jon i pastër dhe i fuqishëm, që ne të jemi më të fortë se çdo situatë që ne e përjetojmë në jetën e kësaj dunjaje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembull më të mirë e kemi për çdo situatë në jetën tonë. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembull më të mirë, model më të mirë e keni pejgamberin alayhis salam, pejgamber i cili përjetoi krizat më të mëdha në jetën e tij. Në kohën e Khendekut, kur u mbledhën gjitha shoqëritë, gjitha fetë për ta luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër të nderuar, sot nuk po bëhet vetëm luftë kundër muslimanëve, por sot po bëhet luftë kundër njerëzimit, sepse këta të këqinj, këta kriminal e kanë kuptuar se njerëzimi e ka kuptuar dhe janë duke u vetëdijsuar se zgjidhja e vetme është paqja, dhe paqen më të sigurt dhe më të mirë dhe më të plot e ofron Islami jon, Islam i cili është në shërbimin e çdo njanit, jo vetëm të njeriut, por është shërbimin edhe insektit më të vogël. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e Khendekut, duke e gropu Khendekun, duke e përgatit vendin për t'u ballafaqur me armikun, hasën në një problem se nuk kishin mundësi me nxjerr një gur të madh. E kapi pejgamberi alayhis salam mjetin për ta nxjerr dhe i mshoi 3 herë dora e bekuar e pejgamberit alayhis salam.
në atë moment vështirë, në atë moment urije, në atë moment frige, në atë moment krize, mirë po pejgamberi alayhis salam kanë dilë ndriçues, mësues për të mbar njerëzimin. Mos e shuk asnjëherë imitin, mos u dorëzo asnjëherë, mos u frigo asnjëherë, gjithmonë qëndro stoik dhe mbaje gjallë veten me optimizmin më të madh se do të vinë ditë më të mira. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë moment të vështirë, tha do të çlirohet Jemeni. Tha do të çlirohet Jemeni. Para mendoni, ata kishin problem se do të ballafaqohen me mushrikët dhe me dashakçint që kishin sinu dhe sinojshin me mbyt pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha fjalë më optimiste, fjalë që domethënë dalin vetëm nga një zemër e shëndosh dhe nga një mendje e shëndosh. Tha do të çlirohet Jemeni, do të çlirohet Persia, tha do të çlirohet Roma. Dhe kështu ndodhi pikrisht pasi që mbaroi lufta e Khendekut në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër të nderuar, mos u habitni me forcën e çdo një shteti, se forca e Allahut është absolute, kurse forca e njeriut e ka një pikë, e sidomos ajo forcë e cila shfrytëzohet në krim është dobësia më e madhe. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u dobësoni, se ju jeni duke jetuar për synimet larta, ju jeni duke jetuar për qëllime dhe objektive të larta, keni shërbimin e njerëzimit, që ju ta mbjellni paqen dhe sigurinë. Mos u dobësoni, ju jeni më të lartit, jeni më të sigurtit përderisa jeni besimtar. Dhe fidani i tretë që duhet të jetë në dorën tonë dhe nuk duhet të gjuhet dhe nuk duhet të hedhet, por duhet të mbjellet në çdo kohë krize, është që na në këtë kohë duhet të punojmë, duhet të angazhohemi, duhet të zgjohemi nga xhumi, duhet të jemi bashkë me njëri tjetrin, duhet ta forcojmë njëri tjetrin, duhet ta duam njëri tjetrin dhe me këtë punë na nuk duhet ta nxitojmë të mirën dhe suksesin, se pas punës dhe pas angazhimit është me barazi sukses, është e patjetërsueshme, por nuk është patjetër që sot unë me bë punën e nesër me pa suksesin, por është e patjetërsueshme se nëse unë e baj punën, një ditë do ta shoh suksesin. Këto janë mësimet dhe këshillat profetike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lut Zotin e Madh që Allahu neve të na udhëzoj, Allahu neve të na drejtoj, kriminalet e njerëzimit Allahu t'i shkatroj dhe t'i bëj helaq. E lut Zotin e Madh që njerëzimit Allahu t'i jep paqë, t'i jep siguri, t'i jep mirësi, sepse jemi krijuar si krijesa të jemi më e mirë dhe të jemi shembulli më i mirë. Kështu që e lut Zotin e Madh që Allahu të na jep një ditë të mbarë dhe një ditë të mirë. Në këtë ditë xumaja Allahu t'i pranon lutjet tona, që të jemi një ditë bashkë, t'i gëzojmë të mirat e Zotit bashkë, ta gëzojmë paqen bashkë, ta gëzojmë çdo të mirë bashkë në jetën e kësaj dunjaje dhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.